Banorët e fshatit Kashisht, njësinë administrative Frakull të bashkisë Fier, shprehen se çdo herë që ka prurje të shtuara në lumin Vjos, tokat e tyre bujqësore përmbyten duke shkaktuar dëme të mëdha ekonomike. Përmbytjet dëmtojnë jo vetëm të mbjellat dhe prodhimet bujqësore, por edhe bagëtinë, duke e kthyer këtë situatë një problem të përvitshëm për komunitetin. Më të ekspozuarit janë kultivuesit e prodhimeve bujqësore në sera, të cilët humbasin investimet dhe mundin e tyre brenda pak orësh. Paralelisht, rrugët e fshatit janë dëmtuar rënd, duke vështirësuar jetesën dhe lëvizjen e banorëve, ndërkohë që sipas tyre askush nga pushteti lokal nuk është interesuar për këtë zonë të lënë arrest. Gjithashtu, banorët e Kashishtit theksojnë se investimi për ndërtimin e penelave në lumin Vjos nuk ka dhënë efektin e pritur pasi ka shmangur gryerjen e tokave, por jo përmbytjet, të cilat vazhdojnë njësoj si më parë, duke ngritur pikpyetje serioze mbi efektivitetin e punimeve dhe përgjegjësinë institucionale. Rrugë nuk kalon tokë, lumi rruga, të gjitha i kemë. Lumi doli nga shtrati? Po doli, si s'doli. Cilat janë demet që pësuat ju? Demet, baktit, shpendët, tokat bujqësore. Për jetën, nuk e sot përmbytja. Njëherë në 2 vjetë, njëherë në vita, 2 herë në vitë dhe lumi. Unë kaloj ditë më ditë. E pa shtruar rruga. Përmbytje, si përmbytje? Sa herë del? Banorët e fshatit Kashisht në njësinë administrative Frakull kanë thënë për televizionin Apollon se ata vijojnë të përballen prej vitesh me një situatë alarmante, të cilën institucionet vendore duket se e kanë injoruar plotësisht. Sa herë që lumi Vjos ka prurje të shtuara, tokat bujqësore përmbyten, duke shkaktuar dëme të rënda ekonomike për 10 familje. Në këtë situatë, banorët e Kashishtit i bëjnë thirrje urgjente bashkisë Fier, njësisë administrative Frakull, si edhe institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e emergjencave dhe infrastrukturës, që të marrin masa konkrete dhe të ndalojnë një herë mirë këtë cikël dëmesh dhe neglizhence, sepse për banorët e këtij fshati, përmbytjet nuk janë thjesht një fenomen natyror, por janë pasojë e mungesës së vëmendjes dhe përgjegjësisë institucionale.